Ta mund ta fal Jacin para imsakut, dhe pyetja e dytë që ndërlidhet me këtë, të zakonisht unë udhtoj për vende të ndryshme të Evropës dhe udhtoj me autobus. Dhe aty zakonisht vazhdimisht ka muzikë, të cilën domethënë nuk e dëgjoj, por nganjëherë jo me vëmendje, por domethënë është muzika aty dhe bjen nganjëherë ta dëgjoj. Jacin po bën me fal para imsakut. Jacin bën me fal para imsakut, që koha e Jacis, mas akşamit, kur hin koha e Jacis, ajo vazhdon deri në imsak. Para se me minutat e fundit të imsakut, kur do që të gjenë kohën e përshtatshme, e fal Jacin. Sahi më herët është më mirë, por fjala ke për udhëtar, edhe nga një herë nuk të përshtatet koha, më rëndësi është me fal qoftë edhe orët e vona të natës. E për ata që janë duke udhëtuar me autobus dhe bojnë muzikë, kë që ka me bëk në rati? Kë nuk është në çështje tina, me zgjedhat mesele, me mujtë më marrë me në fal libere me dishka ka qenë ma mirë, por fundja fundjes bjen istikfar kur gjë, nuk ndorën tana jo. Nuk unë të ndryshu mentalitetin e autobusit. Ndryshu mentalitetin e autobusit që ashtu është. Absolutisht.